Përshëndetje. Në këtë ushtrim do të mësojmë për me bërë dizajnimin e një logo. Këtu I kam zgjedhur dy ngjyra, mundi mi marr këtu kodet e këtyre ngjyrave këtu. Pastaj me marr katrorin këtu, edhe vetëm po klikoj këtu në hapësirë të bardhë, edhe po shënoj 45 me 45 piksela, domethënë PZ. Dhe klikoj OK. Shikoni. Këtu tani nuk po duket për arsye se kjo forma nuk ka as filled as stroke, domethënë as ka ngjyrë të fushës as kufizimit. Kështu që këtu pe zgjedhje po jap vetëm kufizim apo pe zgjedhje këtë ngjyrë të kufizimit. Kështu. Pastaj pa marr, po selektoj edhe pa ngrej kështu te poshtë. Po e bëj në këtë format paraforsisht. Pastaj po selektoj këtë. Shkoj këtu. Këtu edhe transform. Klikoj këtu, hapet këtë dritare. Nëse kujtohet na bënëm 45 me 45 piksela, domethënë 45 ke gjerësia edhe lartësia, po gjerësia tani është 45 ndërsa lartësia e kena ndryshuar. Kjo është lartësia, po neve na intereson tash sa është gjerësia. Gjerësia është 45, kështu që klikoj këtu preview, edhe këtu move, domethënë lëviz, i thomi horizontal, edhe këtu po bëmi 45. Shikoni si lëviz kjo, 45 është gjerësia, kjo lëviz një maknena. Ndërsa këtu e kam caktu numrin e kopjeve. Sigurohet që këtu me pas 0 shkallë, për arsye se na jena të I thonë me 0 shkallë kjo me lëviz, edhe tani po I bëmi 4 kopje. 4 kopje edhe kjo origjinali janë 5, domethënë 1, 2, 3, 4, 5. Klikomi OK. Shikoni këtë. Nëse lëvizi tani këtë, e bëj rotate, shikoni tani lëviz kjo shkalla, domethënë forma lëviz ndryshe. Kështu që përkthej CTRL-Z, edhe klikoj object, edhe klikoj këtu. Kur klikoj këtu, kjo ja hek çat efektin që e bënëm na me çat metodën, kështu që e krijon secilën mënyrë ndamas. Shikoni tani nëse lëvizi, kjo lëviz e gjitha komplet domethënë. OK. Tani po afrohem këtu, edhe po klikoj shiftin, edhe po lëvizi 4 pas shkallë kështu. Shikoni një herë me shift tap kështu. Po e qes për lëvizjen më në mes. Edhe po klikoj CTRL-C, CTRL Shift V. Domethënë copy edhe paste pozicionin e njëjtë. Tani janë dyksi. Kështu që njërin po selektoj, klikoj me Shift edhe kur të afrohem këtu me Shift po e rrotulloj në këtë pozicion. OK. Tani po I selektoj të dyja, po I bëj CTRL-G edhe me CTRL-ALT po I ngrej drag and drop, domethënë po I bëj shikoni, po bëj një kopje, po e lë këtu se nevojitet për prezantim më vonë shene. Kështu që tani po përdori këtë. E selektoj këtu, domethënë këtë formën, edhe pastaj shkoj tek kjo këtu. Klikoj këtu. Pastaj shikoni është kursori I mausit me plus. Nëse klikoj ALT bëhet minus. Kështu që e klikoj me ALT shtyp, I bëj kështu, I fshi këtu pjesë të panevojshme. Shikoni. Pastaj e kemi një proces tjetër me fshi prapë me ALT-n këtë. Domethënë këtu I fshita. Tani po I fshi me ALT këtu. Shikoni. Pastaj po fshi këtë edhe këtë. Ndërsa pa ALT tash është me plus, këtu po I bashkoj. Shikoni. Gjithashtu. OK. Tash kjo kufizim nuk ka ngjyrë. Kështu që po klikoj I edhe e marr pik këtu ngjyrën, shikoni u bë kjo ngjyra e kaltërt. Tani e marr këtë edhe vendosi këtu mbi ngjyrë. Shikoni sa më pa jov procesin se kena bë. OK. Edhe tani klikoj CTRL Shift, e kam selektuar domethënë këtë rrjetën, edhe klikoj CTRL Shift edhe klapën e majtas, kjo kalon në fundi. OK. Tani këtë po e largoj për momentin këtu. Edhe po e selektoj vetëm këtë kaltën, edhe po ngrej me CTRL ALT, domethënë drag and drop, po e bëj kopje. Edhe tani po e vendos tash tekstin. Po zgjuaj këtë me shift në mënyrë proporcionale. Edhe po klikoj këtu të T-ja, edhe po klikoj. Shikoni po e rriti me shift, domethënë në mënyrë proporcionale. Po klikoj dy herë, po shënoj. Vortex. Ok, alo. Klikoj CTRL, po e zgjedh fondin këtu
Aller. Unë e kam një font qëto, ju mundi me përdor edhe font tjetër. Okej. Kështu që, tani, kjo është fonti. Po unë po du me bloku këtë fontin, që ku të bumi dizajnimin e logov, ne e rumi, me thona si dizajner me di çfarë fonti këna përdor, po kur t'ja dërgojmë klientit, e çomi fontin i thomi me bë bllokum, me konvertu prej fontit me bë vektor. Për arsye se nëse nuk e bllokojmë këtë, atëherë nëse dikush nuk e ka këtë fontin, ky fontin ndryshohet, domethënë. Kështu që na mundemi me kliku me tastin e djathtë e klikomi create outline apo shkërtesa shift CTRL-O. Shikoni, kur klikoj këtë, si bëhet teksti. Nëse klikoj tash me ndryshu, teksti nuk mund të editohet më. Kështu që kjo tash është e bllokuar. Kështu që po i selektoj këtu, edhe po e qes, sigurohuna këtu me pas selected, pastaj po zgjedh këtë me qit mes. Kështu që jena në mes. Po tash unë këtë po du me largu pak, kështu që klikoj këtu edhe një herë, edhe një herë, e marr vetëm këtë, CTRL-C, klikoj këtu një herë, CTRL-V, edhe pastaj shikone, po e rrotoj këto kështu. Këta për përdori për me ditë sa mu largu prej qoshit logos. Dhe më thonë, mu largu sakt sa është ja hapësira kësajna. Kështu që, shikone, ta zhërsia prej kësajna deri te fillimi logos është kjo. Kështu që, këtë e klikoj, delete, shikone. Kjo është pra logo. Tani po e bomi pak si një lloj prezentimit pak. Kështu që, pa marrë këtë, me lëvizi këtu, pa marrë katrorin, pa e lëvizi para varse kështu. Diri këtu dikon, po klikoj I, pa marrë këtë ngjyrën e kësajna. Pastaj kësajna, po ja klikoj, po ja ndryshoj ngjyrën e tekstit, po bëj ngjyrën e bardhë, klikoj OK. Kështu që i selektoj këtë dyja, bëj CTRL-G, i marrë këto. Po shikoni, kjo është në fundi, kështu që tani klikoj CTRL-Shift edhe klapën e djathtë, kjo delin B. Tani po e qes në center. Po i lëvizi bashk. Shikoni. Tani po e marr prap një katror. Kjo marr me I tash ngjyrën e kësaj të kaltërt. Edhe pas zgjedhë prapë se kështu. Prapë se kështu. Tani po e marr kët me CTRL-Alt pa ngritur drag and drop. Shikoni. Edhe kjo tani është poshtë nuk po duket, CTRL-Shift klapën e djathtë, kjo del nalt. Edhe në këtë rast kjo ka ngjyrën e kaltër si background, kështu që nuk po duket, kështu që klikoj e bëj tek ngjyrën e bardhë, edhe shkoj e zoglej pak me Shift. Edhe këtu po i selektoj kështu. Okej. Edhe hapi tjetër i fundit, pa e marr këtë, edhe pa e vendosi këtu. Shikone, tani CTRL-Shift edhe klapën e majt, kjo hen në fundi. Tash është kjo pjesa që na ka dalë këtu jashtë, po s'ka problem se kjo këta rumi nuk shihet. Kështu që po e qes më në mes. Po për zë rastë në mujmë ja hek këto, e marr katrorin, e marr një katror kështu të bardhë B. E mpulloj këtë. Edhe pastaj me Shift e selektoj edhe këtë. Edhe fakt po e klikoj njerë po e qej poshtë CTRL-Shift me klapën e majt. Kështu që po sigurona kjo edhe kjo po bëj CTRL-G. Më thonë, këtë kjo është një grup CTRL-Z. Me këtë tash mbrapa. Tash e kam selektuar këtë. Tash klikoj CTRL-Shift klapën e majt, kjo hinder fundi. Tani selektoj kështu të dyjat. Edhe shkoj me tasën e djathtë e bëj Make Clipping Mask. Shikone, kjo tani ka hi mrena atë na katrorit. Kështu që nëse klikoj tash Shift F, këtë opcion e ka vetëm versioni i ri ilustratorit. Shikoni, bëhet preview kështu logo. Apo nëse du tash me eksportu, mëj me rujt për shembull tash. Export, save for web. Edhe tani mëj me zgjedh ku po du me rujt, këtë tash të zgjedhi
Kështu që transparent këtu është, më mi thonë jo transparent, kjo botë e bardh, po klikoj këtë, edhe më mi thonë bëne JPEG, save, desktop, save, edhe tani na shfaqet që për shembull këtu në desktop, edhe mundi me pa si e kena eksportu. Këtu vijat kena mujt mi bo edhe ma transparent, po një lash me qëllim që ju me mujt mi vrejt ma mirë.